Ky është iPhone 16, telefoni që përdor unë, Max Proja, po a e dini se si ka qenë iPhone i parë. Jam në një thesar telefonash ku mund gjeni gjithë modelet që ju kanë shoqëruar në jetën tuaj. Ky është iPhone 1. Ky është telefoni i parë që Steve Jobs prezantoi në vitin 2007, duke deklaruar që Touchi do ishte revolucioni teknologjik i komunikimit. Në fakt në atë kohë dukej si ëndër, unë mbaj mend që edhe Bill Gates i konfirmoi kryeministit të Shqipërisë në një takim në Skoci që Touchi do jetë e ardhmja, atëherë na dukej thoshim çfarë po thot ky, e tha në një konferencë në Skoci, ndërkohë Bill Gates e bëri këtë në 2007. Shifeni tani se sa është, shifeni se si krahasohet me telefonin që kam unë, por ky ishte telefoni që revolucionarizoi sistemin e të folurit të Alos. Shumë për ju që jeni të rinj, ju duket si lodër kjo, por këtu kam iPhone 3-shin në kuti. Shifeni, iPhone 3G, i cili është, ka një ndryshim pak më të madh, sepse modelet e para ishin gati njësoj, pra ka një ndryshim. Ky është 3-shi, është më fin nga mbrapa, i ka dhe të dhënat, këtu vendoset ka edhe karikusin e vetë, që është model britanik, ishte me light atëre cable. Ky është 3-shi. Sot, po ta kesh të mbyllur dhe shesësh në ankant, duhet kushtojë një 40-50.000 euro, besoj 3-shi. Ky 1-shi nuk e di se çfarë çmimi mund të ketë. Po si kanë ardhur telefonët deri këtu, thash. Ky ishte revolucionarizimi plot i telefonëve. Edhe karikimi këtij ka qenë i çuditshëm. Shive si kishte pjesën e karikimit nga sipër. Ndërkohë, këtu jemi tek gjithë historia e telefonisë në botë. Kur unë nga marrë telefonin e parë në vitin 1996, më duket ka qenë tetori 96-s, kam pas një telefon të ngjashëm me këtë, ndoshta pak më antik. Ky mund të jetë edhe pak më modern. Po ishte ky telefon ose diçka e ngjashme ndoshta edhe me këtë Siemensin këtu, po e kisha një Nokia. Nokia në atë kohë ishte mbreti i telefonëve dhe nga Nokia u bën Nokia Ericsson kur u bashkuan të dyja. Po kush janë modelet më të famshëm? Shumë nga ju kujtojnë këtë modelin. E konsiderojnë telefonin ikonik. Ky nuk pyeste, nuk thyej, nuk prishej, madje thonë që një skocez e ka hapur mbas 19 vjetësh, kam parë, dhe e kishte baterinë 75%. Nuk i binte bateria fare. Ama kur shkruaj mesazhe me këtë, duhet shtypje butonat disa herë dhe vetëm mesazh mund të çonte dhe alo. Mesazhet në Shqipëri hyn në vitin 2002. Deri në vitin 2002, 96 deri në 2002 bëje thjesht vetëm alo. Po kush janë modelet e tjerë ikonik? Ndër modelet e para, pra mbas këtyre Nokiave të famshme, erdhën Motorolat. Motorola ishte telefon me hapje, pra shife, ky është modeli shumë më modern i Motorolës, që konsideroi një status, por Motorolat e para ishte ky. Ky quhej Motorola Double Battery, sepse bateria e këtushme ishte double. Unë kam pas një Motorola me bateri më të hollë, pra vinte njësoj, dhe ky kishte një status në hapje. Duhet ta hapje për një herë, t'i ngrije dhe antenën, se pa antenën nuk kapte. Ky Motorola ishte më interesant se Nokia, se kishte një ekran pak më të madh, edhe dukej shumë i bukur, shifeni. Në atë kohë, për ta parë se kush po të merrte, lej se atëherë nuk e tregonte fare, por kur binte telefoni duhet ta hapje këtë, që ta shifje se çfarë telefonate po merrje. Ndërkohë, Motorola prodhoi këtë versionin tjetër, Silver, që ishte, shiko, kështu kanë qenë vegjël, mund t'i mbaje në xhep, dhe ishte telefon që nuk kishte nevojë t'ia ngrije antenën, edhe ky ishte shumë interesant, u përdor dhe për mesazhe. Ndërkohë, vazhdojmë te versioni tjetër i Motorolës, Samsungu. Ky është i famshmi Ericsson, apo Nokia, Ericsson. Ky ishte, këtë kam pasur dhe unë, ishte një telefon shumë fin, Ericsson, sa i vogël. Këtë mbaj mend e kam mbajtur disa kohë, në atë kohë kishte një garë, kush merrte sepse kishte shumë modele, nuk kishte vetëm iPhone dhe Samsung siç janë bërë tani kryesisht. Ky ishte po ashtu histori, ky është Ericssoni tjetër, më i vjetër, ky është Sony Ericsson,
Ky është Sagem, francez, edhe ky është shumë interesant. Këtu dalim tek një Nokia tjetër që është me rrëshqitje. Çon dhe sipër dhe poshtë për ta përdorur. Ky ishte pastaj një Nokia prap me që mund të luaje, shife. Dhe kishe për muzikën. Vazhdojmë Nokia thuajse u zhduk. Ky është Nokia Business, një telefon që unë kam përdorur gjatë se ishte telefoni i parë që mund të çonte email në Shqipëri. Ishte përdorej edhe kështu, pra me tastierën këtu, ose hapej për të përdorur një tastier të plot gati kompjuteri, edhe ky është historik, i cili më pas kaloi në Nokia Business në këtë versionin e këtushëm, që është një version pak më klasik, ka akoma 2 veta në Shqipëri, një fund që e përdorin akoma, janë të fiksuar mbas këtij. Këtu dalim në atë që mund të quhen gjeneratat më të reja, ja Samsungu, edhe kjo Vodafonit, Siemensi, Nokia, tek Nokia i ri që ngjau pak me versionin e BlackBerryt. Këtu është Nokia tjetër, LG-ja, edhe ky është versionin pak më i ri i Nokias. Shifeni edhe këtë Nokia sa interesant. Tani janë zhdukur pak nga tregu, kurse këtu kam një kuti tërë, po t'ju çojmë mbrapa do shihni një kapanon ku si thua riciklohen telefon, shumë të rrallë edhe ato si pamje. Shife tani Samsungun se si ishte, shife Nokian, jo, s'është Nokia kjo, duhet ta gjej çfarë është. Docomo, nuk e di se çfarë është, këtë model nuk e pas kam pa. Ja Nokia tjetër klasik, ky është Samsungu, nuk po gjej dot, po kërkoj një BlackBerry, sepse dhe BlackBerry, dhe ky duhet jetë iPhone 4 ose 5 më e mundshmja. iPhone 5, ndërkohë ky është prap një Samsung tjetër, Motorola, në momentet caktuara kam pasur modelet caktuar, por thash revolucionarizimin e plot e bën këto telefon. iPhone 1, iPhone 3 dhe iPhone 5. Tani ka arritur tek 16 me sisteme me 3 kamera, atëre kishte një kamera të vogël këtu, një shive sa e ka kamerën, por këto ishin telefonat që ndryshuan konceptin e telefonisë. Tani që ta dini ju, koncepti telefonisë ka një gjë tjetër, që t'ju e tregoj tamam, sepse koncepti telefonisë ka ecur në për këto nivele. I pari ishte ky. Alo, me tel. I dyti ishte ky pak më modern. Ky ishte version më modern, pastaj kaluam te këto modernet, te këto nivelet e tilla, pra ndoshta edhe më të vjetër si ky këtu, kaluam tek modeli i Motorolës, tek modeli i Samsungut dhe në fund erdhi iPhone-i, modeli që revolucionarizoi komunikimin në botë. iPhone 1. Shihni se interesant. Të gjithë modelet në një tavolinë.